Prindrit e Ilaria Sulës, studente shqiptare të vrarë në Rom, kanë reaguar sërish duke komentuar letrën e faljes nga vrasësi i 22 vjeçares Mark Anthony Samson, i cili kërkoi falje për krimin. Babai i Ilarias, Flamur Sula, në një intervistë për mediat italiane, ka thënë se nuk e pranon faljen e 23 vjeçarit me prejardhje nga Filipinet dhe tregon gjithashtu bisedën që pati me të në komisariat. E pyet atë nëse kishte lidhje me ngjarjen dhe mu përgjigj: "Unë e dua Ilarian, nuk do ta lëndoja kurrë, përkundrazi e kishte bërë, nuk ka asnjë justifikim dhe nuk më intereson se çfarë ka shkruar. Duhet të vendoset në vend drejtësia", u shpreh si fillim babai i 22 vjeçares së vrarë. Për ditë të tëra familja shpresonte që vajza të kthehej në shtëpi, por dyshimi se diçka e keqe kishte ndodhur i pushtoi menjëherë. Ata e kuptuan se nuk ishte ajo që dërgonte mesazhe dhe bënte postimet në Instagram. Po të ishte ajo çfarëdo që të bënte, mirë apo keq, do të na kishte thënë. Ajo në fakt do të na telefononte, jo të na dërgonte një mesazh apo të postonte në Instagram. Ai dinte të gjitha kodet e telefonit të saj. Më pas nëna e Ilarias, Gëzime Sula, komentoi sjelljen e nënës së Samson, e cila e ndihmoi atë të fshinte gjurmët e gjakut në shtëpi pasi i mori jetën studentes shqiptare. Ajo nuk është nën, një nën si ajo nuk duhet të ekzistojë. Një nën nuk mund ta ndihmojë djalin të fshehë një kufom, të fshehë vajzën tonë. Nuk e di se çfarë zemre ka. Nuk e prisnim letrën në këtë moment, ndoshta pas 30 apo 40 vjetësh, por jo tani. Ai thotë se po qan, por ne kemi qarë për vajzën tonë për 20 ditë. Ilaria nuk e meritonte këtë fund. Ajo ishte e mrekullueshme dhe nuk është e lehtë ta harrosh, shtoi Flamur Sula.